Shqipëria, vendi i shqiponjave dhe i miteve të çuditshme. Dures aide per dures dures. Për vite me radhë njerëzit kanë besuar në flutura që sjellin mysafir, në për shkallë vdekje prurse dhe në për thonjë të paprerë natë. Sot unë do të testoj mitet më të famshme shqiptare dhe le të shikojmë. A janë të vërteta apo thjesht janë gënjeshtra të kaluara brez pas brezi? Ballerina cappuccina. Ky mit është po të kryet dora djath, atëherë do marrësh lek. Ndoshta ky mit është i sponsorizuar nga një dermatolog që nëse nuk pi anestezin nuk do marrësh para na qiellit. Filmon çik na qiellit. Ose më saktë është mënyra e gjysheve që kanë bërë humor. Normal ti do të kryej dorat, njerëzit tash nuk lashin atë. Edhe shkonte gjyshja duke kryer dorën dhe të thoshte ti po të krye dorat, pas ke lek ti domethënë, ik na bli buk tash se pas ke lek. Kështu që çfarë do bëj unë? Do kryej dorën më shumë se gjysmore. Është dora ime mënyra për të qenë financially free dhe mos punoj më gjatë gjithë jetës time, thjesht të kryej dorën dhe të kemi para na qielli, do ta zbulojmë këtu. Kështu që shihemi mbas disa orësh. Okej, mbas 4 orësh nuk pash asnjë lek përveç lekëve që harxova në kafe, që isha minus, derisa takova një shok rrugës dhe më qirasi me 1 amita, kështu që dora ime është një portofol hynor dhe unë nuk do të punoj më kurrë. Okej, ndërsa ky mit është pak i çuditshëm, për di ke makinë. Se fishkollem brenda në një ambient të mbyllur, ke ters, do marrësh ters. Nuk e di se kush e ka vendosur që fishkollima do të jetë thirrje për satanin që për një sekond dikush më fishkolliu, po shkoj dhe do t'i sjell ters atij personit. Do të thënë unë kur shikoj një mace në rrugë atëherë nuk duhet i fishkollij sepse do të thirr më njëherë një demon që do të më sjellë ters. Okej, këtu jemi në një parkim, kështu që besoj ka mjaftueshëm demona dhe gjëra të çuditshme për të thirrur, kështu që le të fishkollojmë këtu. A dëgjova? What the hell, boy? Okej, ndërsa ky miti tjetër, sa po m'tullet kamera. Okej, për këtë mitin tjetër thonë se nëse bën subscribe, do të marrësh 5 vite fat. A funksionon 100%, është 100% reale. Merr 3 vite shtes fat nëse bën like dhe 2 vite të tjera nëse komenton. 10 vite good luck, thjesht nga këto 3 hapa të thjesht dhe është 100% reale. Por seriozisht, nëse ju pëlqejnë këto video, bëni subscribe. Pse jam me kapele? I kam flokët keq. Prandaj. Atëherë, ndërsa ky mit tjetër ka të bëjë me nëse jep dorën afër pragut ose në prag të shtëpisë, do sjellësh sherr ose do bësh sherr me ata. Ne nuk jemi në shtëpi tani, jemi larg shtëpisë. Sa dolëm nga kafja, po do ta hapim dorën te pragu i makinës. Nuk e di nëse quhet pragu i makinës, derë makinës, njësoj bie besoj. Po që do të shikojmë, do zihemi gjatë gjithë rrugës në praktik sepse kemi praktik ose në shkollë. Do japim dorën te ky, do japim derën. Do japim dorën te dere te pragu i makinës. O vlla çamon. Qa bëreti, si dhe kam? Qa bëndi? Qa bën? Mirë. Pritësh, mos e bëj. 1 sekond. Por shumë vape ke bërë. Ore, pse s'pyeta, po lekë kafe si vetë? Këtohet se i dhe ty, ola. Po si jo vlla, një ti atë djalin. Po e njëja, mu këtohet se do i paguaj e ti. Po jo vlla, unë ika se po filmoja video. Po na e fare, ola, qa bën shumë na të përme me të tjera, ola, pas ke Ore, fol mirë ti jo. Ore, o, vlla. Një njerëzit jo. Ore, një. Okej, tani jemi duke vajtur në praktik edhe po vlla, kujdes se ke makinë parë. Më mirë. Okej, thonë se nëse shkon një mace rrugës duke u lupir, atëherë ditën tjetër është 100% shanse që do biri shi. Le ta vërtetojmë këtë duke intervistuar një mace rrugës dhe le të marrim përgjigjen e vërtetë. Ore, 13 jo. 13 ka
Po i ka ndej, prita marrë qik një ku fare. Si e, kur lëpjen ju bie shi ditën tjetër? Po? A është e vërtet apo? Mos ik nga shtëpia me barkun bosh, po do më thënë është mënyrë e bukur për të thënë mos ik nga shtëpia e kanë shpikur mamat besoj atëre. Po, si mendon ti? Gjyshe dhe përpara. Ja ti ke ngrën? Sot, ja. Piva këtë kafe në mëzëri barku. Do më thënë nëse iki me barkun bosh thjesht forca e mamave dhe e gjysheve shqiptare do blidhen bashkë dhe ka një super magji që të rrëzojnë direkt në shesh. Qofse mos i lër Chelsea në tokë sepse del bisha. Gjitha këto bishat presin sa të lë Chelsea në poshtë në dysheme dhe pasaj të vinë dhe thotë ky është momenti im për marrë vesh. Vinë të tëra shtëpit me këtë bishën apo jo, se nuk e marrë vesh. Është prandaj është rritur çmimi i apartamenteve dhe i shtëpive në Shqipëri se vi me bisha premium tani. Me një shpik edhe një bish premium. Free food peak. Okej, ku i kam Chelsea? Okej, tani thjesht do vete na dhoma këtej edhe të vonojmë në gjysore. 2 hours later. Okej, le të dalim tani dhe shikojmë nëse është vërtet aty apo jo. Do t'u tregoj, kështu që keni shumë kujdes. Haha, nuk ishte gjë, normal që nuk ishte gjë. Pse ç'a mendoje, do kishte bish aty? Pse mendoje që do kishte bish aty? Okej, po bëj dhe këtë mitin e fundit këtu, që është mos prithojnë natën. Tani është ora 10, pa 10. do shkoj të marr pref se do pres thonjtë dhe shikojmë çfarë do ndodhi. Okej, një besoj mjafton se nuk ka nevojë për shumë. Okej, kështu që shihemi mbas gjysore. Kod, isha duke lozur në kompjuter edhe po më kroi dora mirë, kjo që mund t'jetë më shkojnë, po kjo këtu. Ja. E bukura që më zhbërte te dora tjetër këtu. Kod pa lidhje. Okej, nuk e di, ndoshta prerja thojve ishte vërtet gabim. Nuk e di. Dhe kaq ishte edhe kjo video, shpresoj t'i ketë pëlqyer. A janë këto mitet e vërteta? Po. Jo. Më thonë se di, nuk e di. Se di çfarë them. Ishte gallat shumicën e kohës. Çfarë mësuam sot? Se shqiptarët kanë më shumë mite se sa Google i ka search results. Nëse ju pëlqeu si video, mos harroni të bëni subscribe, like, edhe pse jo ndonjë comment, share, do ishte mirë.